Të dashur miqtë e mi në Facebook të letrave shqiptare, si Ymer Nurka, Faruk Myrtaj, Vajti Zoti, Andrea Shalavari, Gjevat Loshi, Agron Dalipaj, Sazan Guri, Lazar Stani, Preç Zogaj, poeti i mrekullueshëm në Itali, që harrova emrin. O, sa turpën vjen nga vetja. Ilirian Zhupa, e kështu më radhë, i lutem, në qoftë se ju dini cila është revista periodike mujore e Akademisë së Shkencave Shqiptare, për arsye se unë du të sjell atje shkrime të ndryshme nga shkencëtar të ndryshëm, kryesisht për gjuhën shqipe dhe botën pellaske, që edhe në qoftë se mund të shkojnë ndesh me besimet edhe bindjet e akademistëve, prap mendojnë që meritojnë të botohen edhe të krijojnë dhe si thonë një klimë shëndosh debatesh. Pra edhe një herë, kush ju lutem nga ju, Ymer Nurka, kryesisht miku im më i mirë, më gjeni se unë kërkova dhe nuk e gjej revistën mujore o javore e çfarë boton Akademia e Shkencave. Jam i sigurt që të botojnë diçka për të përliqur rrogat që marrin nga shteti, ku natyrisht nuk botojnë vetëm shkrimet e tyre, po edhe ato që i kundërshtojnë ato, për si të qoftë, unë ju lutem vëllezër e motra, miq e shok, se unë po kërkoj kudo dhe nuk po gjej atë revistën që boton Akademia e Shkencave dhe që ka botu për kaq vite sa ato janë paguajt. Ju lutem a dërgoni atë adresën ku mund të dërgoj shkrimet, jo shkrimet e mia, se unë nuk mendoj që jam në lartësinë e duhur për të botuar shkrimet e mia rreth çfarëdo lloj çështje në revistën apo gazetën që boton Akademia e Shkencave, për shkrimet e studiosëve, shkencëtarëve, gjuhëtarëve, historianëve të mirëfillta në kënd botës, që flasin rreth kryesisht ilirëve dhe çështjes pellaske, kryesisht Sami Gjoka ju përshëndet.